Është Blerta të gatuaj për gjithë shka tjetër. Shumë i gju, edhe ke thonë, o zot, nuk jam unë kysin portale që po më bëjnë. Mua më do të shumë herë. Thuja të dua. Apo e di kjo? Apo e di, Blerta. Fillimisht, mirë se erdha. Faleminderit shumë, Albina, është kënaqësi të jem pranë jush. Kam kalu shumë mirë. Sot kam bajtur një fjalë 15 minutash, kam pasur Atë energji. mjaftoi se pat shumë gjëra interesante që i diskutova. Unë tentova që të jem sa më korrekt me bisedën time. Kisha dëshirë të plasoj shumë sferë, realisht pjesë e historisë shqiptare ose angazhimet e familjes shqiptare janë shumë të vështira të shkruar në disa minuta. Po jam të shumë respektuar, sidomos nga audienca, ka qenë gratë, personaliteti, figurë të stereotipit shqiptar. Kur do vjeni në Kosovë? A kemi ndonjë organizim? Unë në fakt përpara 2 javë, përpara 5 ditësh hiq në Kosovë, po më shumë në kërkojmë të taku me miq dashurënjëzët. Kosova patjetër është të kaluar një ai ke provu ushqime tradicionale, se dhe neve kemi disa ushqime. Po patjetër. Okej. Vetëm mos më kërkon të gatoj. Po atë nuk është slime. Ja, tash është Blerta të gatuaj për gjithë shka tjetër. Prisle, kam thuaj si po shkon për ditëshmëria. Shumë shpesh je nëpër portale, nëpër këto. Ku po e gjen energjinë? Ti je gjithku. Do të një sekret. Fatmirësisht unë kam një ekip shumë të mirë rreth. Jemi angazhuar me fondacion, kemi aktivitete të ndryshme. Sot dhe nesër do të jemi duke përgatitur për vitin qershorin që jemi duke shpërndarë dhuratat në shkolla të ndryshme. Jemi angazhuar edhe pjesë në udhëtimet brenda jashtë Shqipërisë. Kemi disa aktivitete që janë të parashikuar për promovimin e Shqipërisë. Cilat janë reagimet e njerëzve kur të shohin prej afër që shkon aty? Sepse fizikisht është më e këndshme. Unë shpresoj se me kalimin e kohës të heqë këtë paralogjikim që ka pasur një pjesë e shoqërisë shqiptare, sidomos në Shqipëri, sepse në Kosovë janë shumë adhëdashës. Në Shqipëri kemi punë për të krijuar lidhjet, për të kaluar trajtimin e historisë që është gabuar. Duke siguruar që jo vetëm që ne jemi përfaqësuese të diçka shkrimit të ftet shqiptar, po edhe kemi një rol edhe një mision që është prekshme, është pjesë e të afërsisë. Këtë jemi duke punuar. Edhe do të punojmë që të jemi të vlerësuar. Përqyetja më e rëndësishme që ka familja për të sot në Shqipëri është reputacioni tonë. Edhe për këtë do të mbrojmë bashkë me kredibilitetin që kemi. Çfarë do i thoje Blertës publikisht tani? Sa po të ndihmon që po të shoqëron gjithkohë, pash sa ndej sa këtej. Ata lehtëson punën sa të Me lehtëson, po më krijon qetësi. Unë kam vujtë gjithmonë përvashto fjali, kam pasur ankthi. Në qoftë se keni parë, kam pasur edhe djerëz nga sikleti e diskutimit. Dhe Blerta më krijon qetësi. Qetësi reale në shpirt, jo të shmërisë. Po thuja të dua. Apo e di kjo? Apo e di, Blerta? Blerta e di shumë. Do të thotë ka rëndësi ndoshta që partnerën ta kesh përkrahase deri në pafundësi. Ndoshta një mesazh për këto çiftet e reja. Çka duhen të kenë për të pas mirë kuptim? Mirë kuptimi vjen me respekt. Rreth të parë do të keni respekt, rreth të dytë do të keni projekte të përbashkëta. Dëshirë për të ndihmuar njëri tjetrin, po dashuria patjetër. Dhe do të punosh. Më thënie në bëhet... Shto është ndaj saj? Do të jesh këthi, fjala kushtimi është esencën më thënie, do të jeni përkushtuar. Patjetër që ka ulje të ngritit, edhe ne kemi pasur të vështirë fillimin tonë. Po, do të vjen me moment. Sa ka qenë sfiduese, ka pas ndoshta momente kur je zgju edhe ke thonë, o zot, nuk jam unë kysin portale që po më bëjnë, mua më ndodh shumë herë. Jam ndonjë titull e shoh veten më e keqja e botës, më unë jam kështu, a ka ndonjë ndoshta ndonjëherë ta kesh atë lloj që jam tu e tepru mediat? Unë nuk shqetësohem në qoftë se janë vetëm pjesë të Nuk reagon? Nuk më shqetëson. Më shqetëson në qoftë se po bëj një gabim në punën time.
në gjëra që janë realisht sepse ne kemi një obligim ndaj vetes. Unë nuk punoj për prestigj. Unë duhet që të punoj për diçka që është mbi vetes. Që është për ardhmën tim, për kombën tim. Dhe nëse fund ta gaboj në fund, Aty do mund të kritiku. rating. Kurse për portalet, për lajmet, për imazhi që krijohet, ka edhe disi politike, në Shqipëri 100% ka edhe atë elementin Je lumtur, je i qetë, kjo ka rëndësi ndoshta. Okej. Por qetësia vjen me disiplinë. Si që thash në fjallimin tim, unë jam pak stoik në emocionet e mi ndaj medias, ndaj komunikimit, prandaj nuk bëj shumë lëvizje. Po e di. Edhe vlerësojmë shumë kohën tuaj të çmuar, nuk po të marrim më shumë minutar, sepse edhe ne kemi pak sa të limituar. Do të shihemi në Prishtinë. Na premton kështu publikisht? Do vim ta hajmë një drek shumë të mirë me ushqime tradicionale. Me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë, vlerësoj kënaqësi shumë e madhe.